Për zotin e kam pas në me neke shpia se kena do puni benjime si këtë shqiptarë dhe s'kena pas mundësi me ardë, po ky kryeministër nuk në lënë shpia, vla. E kemi nisë këtë protest për atë 60 ditë, du shujt spion iranian, serb, grek, apo ku diun. Mas 60 ditë kena kuptu që spiont e vetëm janë qeveria, që i kapën spion me 5 milion euro në gjep në Francë, me Malpeqirin. Du me në shpi, pos në resh, nuk në lesh shpirti rahat, se havim televizorin, shofim Shkodër konsulat serbe. Po qa luj qeverie pas kemi votu në orë shqiptar. Qofë si janë pas zot me i dalë zotve një vetë, në lejnë nesë i dalim në zotve një tonë. Kjo fëltori ka thonë gjitha që ka pas Shqipëria, po prap nesë në të dhe një ven. Unë vi nga një qytet si shuhet Mamurras, ku 12 vjetë më parë u shkri nga bashkiu bonjës tjesë administrative. Ne e dim fare mirë që është kjo reformë që mundohet mu bo sot 2006. Mamursi ka qënë qytet dhe sot është bo fshati hum, fshati degradum, dhe ju pëmë thirrje krejt njësive, bashkive që janë gati mu shkri, të vinë protest sepse kanë për degradu me familje, me shoqëri, me administrat. Ne e kanë humë fillin për të madhin zot, na kanë ka ma shumë me thonë sa s'diga me anis. Po du t'ju themi gjo krejt shqiptarve që janë tu në ndjek. Kur t'vi dita e votës, o shqiptar hap një syt, mos bini pre e abragadabrave të Edi Ramës, e të iluzionistave të administratës që na hedhin i syve e përfundonit i dhonë votën t'u farloj soj krimineli. Kur t'vi puna ke vota, jepi një votën, hap listën, kush është djali më i mirë, që dhe këto të ndrojnë të kastë qenë për politike. Vota është origjina e kretë ti problemi, vota është origjina e kësaj proteste. Kja jo votë, ne në blejnë të ardhmen, në rejnë, ke vajnë mësus, ke nanën administratë, që që në jemë votën, e përfundojmë duke shkri administratën, e duke shqit të ardhmen e fmive tonë. Ne nuk e shesim të ardhmen e fmive as për vot, as për as t'i gjokë. Kështu që, brezit tret, prindërve tanë ju bëjmë thirrje, ju lutëm, mos votoni Partinë Komuniste, se ja ku na ka sjellë sot. Po protestojmë zhek, gusht, korrik. Po protestojmë se na kanë vrarë shpresën. Po protestojmë se këto janë motësisë se bandat kriminale. Bandat kriminale i kena kapë përgjime duke thonë të vrasim kriminal, pastrojmë shoqërinë,